Pas jetës takove Tinën? Tinën e kam taku në vitin 2012-13, aty jemi njoftu fillimisht në mjet një mikeshe time Iliriana, që është në Amerikë, kështu që ka qenë njoftimi vetë spontan ashtu. Qatë soli në jetë Tina, si të bëri për vete? Realisht, dhe më thonë, pas divorcit tim që kisha, njeri gjithmonë kërkon një qetësi, kërkon një jetë pak më të qetë për të vazhduar jetën. Pastaj unë të Tina e gjeta këto, dhe më thonë, kjo është një person shumë i qetë, shumë i matun, edhe realisht në shkoj muhabeti, pastaj erdhi në jetë Martina, vajza ime, e kështu me radhë. Duket një portret shumë i bukur tani më, që besoj shihet edhe nga sytë dhe buzëqeshja e fëmijëve. Po, këtu si duken të një ditëlindje. Si janë me sportet? Mirë, Martina... I ke lëshu djallit në një nga videot e atyre performancave tua të mrekullueshme dikur? Djallit, po, ja kam lëshu videot, po Martina ka një talent të jashtëzakonshëm për basket. Po, e kam pasur një grup të fëmijëve, kështu rreth 20 fëmijë, kam punu, realisht e kam bajt për shkak grupit, pse është edhe qika aty, po edhe shokët lagjës e shokët klasës, po me të vërtet Martina, nejse pas ka mungu një video këtu mja dërgu juve, Martina duke demonstru ca gjëra shumë mirë, për ndryshe Martina ka disa talente të zhvillume. Qa tjetër ka? Martina, për ndryshe, me pjesën IT-s programim është shumë e mirë. Ka që vogël? Po, wow. Ka kësë fundmi, një mësuse e ka zbulu që ka talent për këndim, dhe më thonë, është duke vazhduar të mësusja Dea Gjemojli. Super. Profesoresha, si të them se këngëtarjas. Edhe, po shpresojmë që... Shumë mirë, pra qenë ka e përhapur në për shumë degë edhe mund t'i bëj... Kjo ka qenë edhe pikrisht ideja ime, ta përhapim disa degë, pas ta letë përzgjedh vetë. Sepse nuk jam aji prind që të them jo basket. Kurse djalin... Shkojnë të gjyshja shpesh në Prizren? Për besart kemi ko, po, shkojmë, po jo shumë shpesh sepse me angazhime, por sart që të kemi ko, shkojmë. Kurse djalin, qka kisha insistu, sa ta merë vetën edhe pak, me futbol, aty kisha insistu shumë, po ta shojmë a ka aftësi për futbol edhe ta shojmë si do të vej jetë atyre. Uroj që ta kinë shëndetin, kjo ka shumë rëndësi edhe e di që do të jeni krah për çfarë do vendimi që të marrin në jetë. Jam nga fundi dhe nuk mund të mos pyes pak edhe për basketbolin, se aty e nisëm me atë edhe do e përfundojmë. Falem në fillim për atë kohë të artë, në të cilën keni qenë pjesë edhe vetë, nga emrat që ka shënjuar basketbolin e asaj kohe. Si e sheh sot, ose pse sot më vjen